Shqipëria ka hedhur një hap më pranë rrugëtimit të saj drejt Bashkimit Evropian, duke mbyllur zyrtarisht 3 kapituj të negociatave, që lidhen me shkencën dhe kërkimin, arsimin dhe kulturën, si dhe marrëdhëniet me jashtë. Ky zhvillim u formalizua gjatë konferencës së 9 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe BE-s, e cila u zhvillua këtë të martë në Bruksel. Kryeministri Edi Rama e cilësoi këtë arritje si një moment kyç për të ardhmen e vendit, duke nënvizuar angazhimin për përmbushjen e standardeve europiane. Ajo çfarë ndodhi tani shënon vërtet një gur kilometrik tjetër shumë të rëndësishëm në rrugtimin e pakthyeshëm të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. E siç u tha, sapo ram dakord të mbyllim 3 kapituj të rëndësishëm negociator dhe ky nuk është thjesht një hap në këtë proces të gjatë, por një vlerësim i qartë që Shqipëria po ecën përpara, që reformat po japin rezultate dhe që vendi ynë është gjithmonë më tepër i përgatitur për të marrë përsipër përgjegjësitë e anëtarësimit. Shqipëria jep rezultate, Bashkimi Evropian jep rezultate. Shqipëria ecën përpara dhe Bashkimi Evropian reagon në përputhje me këtë dhe ky është thelbi i procesit. Procesi besueshëm, bazuar në merit nga të dyja anët. E njerëzit janë gjithmonë e më pak tolerant ndaj asaj që ende nuk funksionon. Pra na duhet të vazhdojmë të ecim përpara dhe të japim rezultate për qytetarët tanë. Dhe nuk ka asgjë më të mirë se sa rezultatet në bazë të këtij kuadri negociator që ka të bëjë me rritjen e standardeve dhe forcimin e institucioneve në vendin tonë. Komisionerja Europiane për Zgjerim Marta Kose përshëndeti suksesin e Shqipërisë duke vlerësuar procesin si një super të martë për zgjerimin. Ajo theksoi se vendi ka përmbushur piketat e ndërmjetme të vendosura muajin e kaluar, ndërsa inkurajoi vazhdimin e reformave. Është një moment i madh për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Është një super e martë për zgjerimin dhe Shqipëria është pjesë e saj. I mbyllëm kapitujt për kërkimin shkencor, për arsimin, kulturën dhe po kështu dhe marrëdhëniet e jashtme. 3 përfunduan, kanë mbetur edhe 30 të tjerë. Këto janë fusha ku Shqipëria është tashmë pjesë e familjes evropiane praktikisht. Shqipëria ka qenë në përputhje të plotë me politikën e jashtme të BE-s për shumë vite tashmë. Kjo u bë e mundur sepse Shqipëria ka përmbushur piketat e ndërmjetme për sundimin e ligjit muajin e kaluar. Piketat e ndërmjetme janë një portë hyrëse që çdo vend kandidat duhet ta kalojë përpara se sa të nisë të mbyll kapitujt e negociatave, por më lejoni të jem e qartë që ky është një hap i ndërmjetëm që do të thotë se reformat në këtë fushë duhet të vazhdojnë të thellohen. Lidhja midis progresit në anëtarësim dhe përputhshmërinë me kapitujt thelbësore do të jetë parimi udhëzues, ndërkohë që Shqipëria ecën përpara drejt objektivit të saj ambicioz për të mbyllur të gjithë kapitujt e negociatave deri në fund të vitit 2027. Për këtë ne inkurajojmë që të vazhdohet progresi në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, në sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit organizuar. Japse tashmë ne mbështetemi te Shqipëria për të vazhduar e këmbgulur për reforma thelbësore dhe të mbarit këto vendime në mënyrë transparente, përfshirëse dhe kjo duhet përfshirë gjitha forcat politike, shoqërinë civile dhe publikun e përgjithshëm. Në konferencë ishte i pranishëm edhe ministri i shtetit i Irlandës, Toman Byrne, i cili përfaqësonte presidencën irlandeze. Ai vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria dhe shprehu mbështetjen për ritmin e negociatave, duke theksuar se Irlanda mbetet një partner i përkushtuar për të ndihmuar Tiranën në arritjen e objektivave të saj për anëtarësimin e plotë.